Përshëndetje, sot do të bëjmë ushtrime praktike për përcaktorin kallëzuesor. Marrim të shembuj. Populli shqiptar u bë parzgore qytetërimit evropian. Populli shqiptar është kur e fjalë e shprehur me grup emëror, u bë kallëzues i thjesht. Bëjmë pyetjen për të gjetur përcaktorin kallëzuesor. Si u bë populli shqiptar? Pyetjen ja drejtojmë kallëzuesit dhe kryefjalës. Parzgore e qytetërimit evropian është përcaktor kallëzuesor i kryefjalës i shprehur me grup emëror. 2. Me mbiemër, dy zëq fluturuan të trembur. Për të gjetur përcaktorin kallëzuesor, pyetjen ja drejtojmë. Kallëzuesit fluturuan dhe kryefjalës dy zëq. Si fluturuan dy zëq? Të trembur. Është përcaktor kallëzuesor i kryefjalës i shprehur me mbiemër. 3. Me emër të pashquar. Djali u bë me shkollë. Për të gjetur përcaktorin kallëzuesor, pyetjen ja drejtojmë kallëzuesit u bë dhe kryefjalës djali. Si u bë djali? Me shkollë. Është përcaktor kallëzuesor i kryefjalës i shprehur me emër të pashquar me parafjalë. 4. Me shprehje frazologjike. Ai ndenjë tërhund e buzë. Bëjmë pyetjen, si ndenjë ai? Tërhund e buzë. Është përcaktor kallëzuesor i kryefjalës i shprehur me shprehje frazologjike.